Myftiri i Shkodrës Imam Muhamet Sytari zhvilloi një vizitë kortezie në Arqipeshvinë e Shkodër Pult për të uruar Monsinjor Giovanni Peragjin me rastin e emërimit të tij në drejtimin e Kishës Katolike të Shkodër Pultit. Gjatë takimit myftiu vuri theksin tek rëndësia që ka përhapja mesazheve të urta të harmonisë, vëllazërisë, bashkëpunimit dhe shërbimit me devocion për besimtarët, si dhe ruajtja e ekuilibrave të bashkëjetesës në mesin tonë. Duke shfrytzuar këtë vizitë, myftiu i dorëzoi arqipeshvit të ri edhe një mesazh urimi ku ndër të tjera thekson se sot më shumë se kur jemi dëshmitar të nevojës së madhe që ka njeriu për t'u kthyer nga dyert e Zotit, për të gjetur qetësinë shpirtërore dhe për të shpëtuar nga humnerat ku është katandisur raca njerëzore nëpërmjet thirrjeve që e duan njeriu larg Zotit dhe armik me vëllain e tij njeri. Nga ana e tij arqipeshvi Monsinjor Peragjin falenderoi myftiun Sytari për këtë vizitë dhe theksoi se është në dëshirën e tij që këto takime dhe bashkëpunime ndërfetare të jenë të vazhdueshme për të përcjellë për herë më shumë frymën e harmonisë në mesin e njerëzve, për të jetuar në paqe dhe bashkëjetesë që reflekton më së miri vlerat e besimit dhe diversitetit në shoqërinë shqiptare. Takimi thekson edhe një herë tjetër angazhimin e dy besimeve fetare për një bashkëjetesë të qetë dhe të harmonishme në shoqërinë shqiptare.